ndihmon Zoti ymë. Të gjithë dhe ju uroj gëzu vitin e ndryshimeve. Ky vit ka ardhur me ndryshu, keni besim për këtë. Unë nuk kam që të them se para forcit i tham gjitha. Unë të hyni një hulli tjetër që su përmen fare. Unë qënë të mirë pojon. Kam bo 21 vjetë, 9 muaj e 21 ditë burg, nga këto 17 i ponën në Burrel. Shpia ime në Elbasan s'pati ropë. Nanën me i fmi më morën më quna ne ka dursi. Dhe nën për burje nuk dishim jemi gjalla, kemi vdek. Dhe qameti thëriste kujen atje ku nuk kishte kufi mo. Mirë po, duke qenë me trashëgimni speciale dhe duke pas një kujet të çuditshme prej nonës, prej njëri tjetrit, ne dolëm, ne ardhëm sot t'i themi doktorit që me të burgosunit politik duhet bo edhe me trashëgimtarët e tyre duhet bo punë, se ky na përqau ky horr. Ky s'le gjon po bo, ky blen edhe djallin e blen ky. Ky është djalli vet. E kuptoni apo jo? Sot në Shqipëri gjen, domethënë, njeriu po ta studiojmë kështu si filozofi, më të nytin botë në filozofia nuk e shpjegon dot. Deri aty i ka çu njerëzit e i, në ata që marrë rreth vetës. Ai nuk mund të quhet njeri, ai urren kombin e vet. Ai na urren neve për vdekje, çai kemi bënë ati? Unë jam në Elbasan, dal një lagje ku jam rrit, njerëzit kthejnë kokën, shohin shtremët. Që të kam bëhë unë qyqarë, unë po të tregoj rrugën. Unë po të them shiko drita, hajde me mu, të marrim dritën, ndriçojmë rrugën. Jo, du të rinë nërsin, du të rinë pa bukë, por rroft e dirama, që e shoftë Zoti me gjithë ta, e shoftë Zoti e dikuash. Pra, unë si burgosun i ndërgjegjës, ju bëjnë thirrje të gjithë. Këta kanë hy në tavolinë, po në marrin kafshatën e fëmijëve. Këta po në vjedhin ne në forma nga më të degenerume. Që bëjnë këta? E bon euro 900 lekë. Po unë e kam fitu me gjakat këtë dosh euro, 1400. Qish më mori muaj 500 lekë mi vodhi, pri herë, e në futi parët e drogës në buxhet? Po ka gjamë të të mërshme se kaq? Nuk e di si mund të shpjegosh dhe si mund të drejtosh një shtet ku ti ditë për ditë menon që është të vashnosh. Në nërjet, në për këto lajme, do nërjet, thot pensionet. Qa pensionet do nërjet e qyqarë. Po ti s'ke pensione, o qyqarë, nuk ke pensione, 100.000 lekë pension. O hork, o bandit, nuk di që me thonë. Dhe, ky gjën e po arsi puna në verit, ky po vret ndërgjegjen, po vret dhimsunin. Nuk duhet thush gjinaf, se menon partia. Gjinaf s'ka. Gjinafin e di a i kopuku, Zoti në rujt për ti. Të shti, ati erdi funi. I erdi funi, dhe unë dhe ju kujtoj diçka me doktorin. Erdi doktori ke foltoria në Elbasan. Po atere ishim për i bret. A i në këshefun për para, me thonë drejtë. Non grata e ku di unë drejta. E ne i thash, një gjoni këtu thash, kjo dilli, kush del në orbita e këti dilli, do neli shkom pa vlerë. Nuk ka vlerë më fare. Pranoj, e në atyne që ka nika, atyne zuzarve, u them frenohuni, mëllë një gojnë qenë bjeqensh, se jeni në rrugë të gabume, nuk e shifni që sa largoni për këti dilli, ngelni si plehen në rrugës, nuk ju pyet djeri mos e një gjallë. Gjitha ta aktivitet e shkel me kam të tuja. Nuk o marrë vesh të unë. Ja dilli, doktor Trosh, shqy që e kemi. Miru pafshim me ndryshime, me heqen e plehut se qelbi dë njonë.
Mirëmbrëma të gjithëve, unë jam doktoresh Silvana Bajrami në profesion mjeke veterinare dhe sot tu jam për të sjellë në vëmendje ku Shqipëria sot po përballet me një krizë të thellë të interesit publik që kemi sigurinë ushqimore. Pasojat janë të rënda dhe të prekshme çdo ditë. Shqiptarët jo vetëm që grabiten dhe po dhunojnë institucionalisht, por edhe po ekspozohen sistematikisht ndaj rreziqeve shëndetësore. Siguria ushqimore ndodhet në një alarm kombëtar. Produktet ushqimore të kontaminuara me pesticide të ndaluara, metale të rënda, me toksinat dhe ndosit e tjerë të rrezikshëm përfundojnë në tryezat tona, në tryezat e familjeve shqiptare. Skandalet e njëpasnjëshme të produktet bujqësore dhe ushqimore janë jashtë çdo standardi të sigurisë ushqimore. Kjo vjen në rrezik të gjithë shëndetin publik, na vendos në rrezik edhe ne në të përgjithshmërinë tonë. Kjo ndodh sepse për regjimin e kësaj qeverie prioritet nuk është jeta dhe shëndeti i qytetarëve, por mbrojtja e interesave klienteliste të importuara dhe monopole që kanë dëmtuar tregun, kanë shkatruar prodhimin vendas dhe po falimentojnë bujqësinë shqiptare. Bujqësia shqiptare ka vajtur në pikjat, është në mëshirë të fatit. Kur rikujtojmë këtu fondet i parë, të cilat u krijuan skema të sofistikuara dhe përveç vetëm që te fermerit të cilët duhet të shkonin këto fonde, atje nuk përfunduan. Çdo ditë vënes me marrjen e masave efektive është një ditë me më shumë rrezik për qytetarët. Nëse bëjmë një krahasim të vendeve të rajonit për mbështetjen e fermerëve, të krahasuar me Shqipërinë, lë shumë për të dëshiruar. Fermerët aty kanë subvencionime për krerë, për fermat e tyre, për tokat bujqësore, për serat, për teknologjitë e fundit, ndërsa në Shqipëri është inekzistente, është lënë totalisht në arrest. Mbrojtja e shëndetit publik dhe garantimi i sigurisë ushqimore është e drejtë themelore e çdo lloj qeverie. Ndaj, largimi i këtij regjimi nga pushteti nuk është thjesht një domosdoshmëri politike, por është një mision historik që do mbetet në jetët tona për shëndetin dhe të ardhmen e gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Përshëndetje, gjithë Tiranës dhe Shqipërisë, qetësor Brauna Skrapari. Përshëndes në radhë të parë doktor Sali Berishin, që fjalën e dhen e mban. Ndërsa ky legeni i ka bërë njerëzit servila, fjala zakoni është më fort nga ligji. Ne i kemi humbur vlerat nga Edi Rama, nga ky legen. Ka marrë këtu të sheshi